ke një këngë të veçantë që e kam lënë për në fund këta. Është ajo amaneti nënës. Se tash nga dorë të llojemi, fund fare ke nona të përplasemi. Ajo është një perlë, dy fjalë. Një perlë masumnis nënës, në tini e institushin. E përjetova që keq, më parë se ajo kishte edhe moshën, ke parasysh, vitet bëjnë punën e vet. Po ngrihesha mëngjes, e kisha atje. Jam dargën e kisha atje. Edhe e përjetova që keq. Mas janë 2-3 muaj që kishte ndruar jetë nëna, një kesha ime nga Berati, mësuesen, lërë letësie, kishte shkruajtur një tekst për nënën e fjalë. Dikush më ngacmoi një fjalë, në portal në Facebook ishte, pse të ardhën thotë Isniu do bëj këngë për nënën, tha. Këngë për nënën, tha. Ja dërgova Mario Bregut, sa është Mario të kur ta kesh këpon, shife, studioje, edhe më thuaj. Ai kishte bërë një demo, ne kishim dalë aty te menusën e fëmijës. Edhe kështu më shkruaj enjoy edhe e mbushja së të lot. Arritëm e realizuam me fjalë me Marion. Xhiruam në Berat atë ditë. Fati, kur shkom në Berat për xhiruar, kishim folur me këtë Nikeshën, jetën një zonjë, po të krajinës tonë, Çamëris. Ajo ishte kopjo nëna ime me fjalë. Edhe kur e lëvizte shamin kështu në kokë, më shifsha atë duke xhiruar dhe më kishin lodhur kështu. Nuk e di, edhe shumë njerëz kur e panë klipin, ose u transmetua, kur e ke xhiruar me nënën këtë këngë, po s'është nëna ime, thashë është tjetër kushit tash. Ajo është një mami këngë shpirti i ime. Është me qimen super këngë. Shumë e bukur. Para e lash për në fund, sepse tash dhe nga dorë të llohemi në fund fare, ke nona na shkon gjithë dhe gjëja. Që jo se baba është më ndryshe po, se di aty dhe më tepër. Sidomos, si shteti, po ta kesh në shtëpi aty gjithë kohës. Ishte unë kam përjetuar të drejtë, unë deri në 2-3 muaj, sa një moment më sot zonja thotë, po çfarë bën thonë, pse po kem qef unë tash me lçu lodhi tash, ndani vende të tilla, as vetë se kuptoj tash nuk ishte. I për sinqerisht nuk e do doja të shtirësh apo ishte diçka shumë ndryshe. Jo, dhe këngën, qiko je i fort që e ke bo këngën për më kry 2 mujve, Jo, e shkoj këngën, mas një viti e kam zërë këngën. Jo, flasë që e ke bo, vetëm kur e punove? Këngën mas 2-3 muaj që kam dërguar... ka qenë shumë më mrapa? Mrapa, mas najtë. Okej. Në ato momente... Se thash, ato momente thash... Ja, nuk isha shanse, ja, në botë e zërë, nuk e. Për ne më dhe nuk arrit do të me Mas një viti ka tërë këngën. Po mi pas ka kohën e vetë, se thash... Ajo ishte ndjesia më ashtu me atë zonjën. Nana Edon, që duhet ta përshëndes me fjalë një zonjë grua, po edhe në lëvizje edhe në gjitha gjërat, sigurisht ishte nëna ime e gjallë. Jo, klipi është shumë i bukur. Interesant është. Është, domethënë, edhe klipi është xhiruar në Berat, më thënë. Është klip edhe po ta ulësh zërin e muzikës, ta shohësh vetëm si figurë. Ta jep një emocion pa e ditë këngën akoma. Ti e sheh ashtu pa audio, ajo gjatë ti jep fillin se për çfarë bëhet fjalë, më të fut gjatë në gjendje. Po di hapësh dhe volumin pasaj. Aty tulin automat. Atë ngasme me maknëqike. Atje do të këndoj. Do të mbjellësh manzurane, do i ditë shafë avlit, se kur tokën prek një qame, dore saj bën mrekulli. Për zotin falenderoj shumë. Falenderit ti. Është super këngë dhe e madh për zotin. Falenderit. O të keqen jemi në fund, unë për ne pa dhe lëmë për në fund, se thash, nuk tesha të të fusë në gjendje që në pillim, se thash, bova ki edhe mërzitesh, se është i tem që realisht më gjallë mu emociona jo, dhe më fut në ca gjera dhe më dhenë që si kam përjetu akoma. Imagjino ty, klasim edhe për këngën, se vjen një moment për shembull që ndoshta merresh me punë, edhe harron gjatë ditëve këtu, po kur është kënga joja nuk të las herë. E drejtë. Edhe është gjithkohës pjesë e jote, domethënë në asnjë moment nuk e heq dot menjen. Sot edhe për gjithë jetën. Kjo është vështirësia
kur ti e bën në këngë atë, sidomos këngët që ke do. Ti është çfarë temeni. Faleminderit.